Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë një zonë bujqësore dhe pyjore pranë Oreo Castros, në veri të Selanikut në Greqi, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe duke detyruar autoritetet të evakuojnë banorët e disa zonave përreth. Flakët u përhapën me shpejtësi gjatë natës, duke përfshirë sipërfaqe të mëdha pyjore dhe duke arritur deri pranë zonave industriale. Si pasojë, 2 fabrika janë shkatërruar plotësisht, mes tyre edhe një fabrikë mobiljesh, e cila sipas dëshmitarëve është kthyer në gërmadh. Një banor i zonës, Anastasios Çortokonidis, deklaroi se zjarri ka lënë pas shkatërrim të plotë, ndërsa ekipet zjarrfikse kanë punuar pa ndërprerje që nga orët e para të mëngjesit për të vënë nën kontroll situatën. Autoritetet greke kanë angazhuar mbi 150 zjarrfikës, 5 ekipe speciale pyjore, 10 automjete zjarrfikse dhe avion e helikopter që kanë kryer hedhje uji nga ajri për të frenuar përhapjen e flakëve. Sipas transmetuesit publik IRT, një 76 vjeçar është arrestuar në ndyshimin se ka shkaktuar zjarrin aksidentalisht, pasi automjeti i tij dyshohet se ka prodhuar shkëndija që ndezën flakët. Ndërkohë, autoritetet vijojnë hetimet dhe përpjekjet për shuarjen e plotë të zjarrit, ndërsa rreziku mbetet ende i lartë për shkak të kushteve të favorshme për përhapjen e flakëve.